në aspekte digitale, kemi mundësi pa fund në profile digitale që ne të kemi mundësi edhe punësimi. Pra një graphic designer sot, një editor fotosh apo videosh, një dikush që ndërton një website, apo dikush i cili kërkon të marrë një kulturë se si funksionojnë bursat, aksionet, investimet e kështu me radhë, sot mund të bëhet pjesë e një sistemi global. Dhe tashmë është shumë e lehtë. Mjafton të ketë disa njohuri bazike, të njohë gjuhën, që është anglisht kryesisht, dhe në këtë mënyrë ai bëhet pjesë e gjetjes së mundësive të tij. Pra, çiftet e reja sot duhet të shikojnë mundësi se si te i kalojnë këtë lloj faze, për arsye sepse ne jemi përballë tregut. Jam dakord, po kanë një familje mbasata që thonë unazan duhet ta ketë vajza në gisht. Patjetër, atëherë para se nëse dikush, shiko se ne kemi disa... është tradita familjare, kështu që pa e kaluar këtë fazë, nuk mund të kalojë në fazën tjetër.